Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. ولا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Si çdo herë falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet, përshëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famlart: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Vërtet fe e vetmja e zbritur nga Allahu është feja islame. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Fjala më e mirë nuk ka dyshim se është Kur'ani, ndërsa fjalët pas Kur'anit më të mira janë porosit e Resulullahut sallallahu alaihi wasallam, ndërsa veprat më të këqijat janë bidate, të risit në fe. Çdo bidat risin njeriu e çon në humbje dhe çdo humbje përfundon në xhehenem. Duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala në këtë ditë madhështore, ditë e xumon, ditë më e mirë e javës, të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Dhe duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala në këtë ditë bekum, që Allahu subhanahu wa ta'ala të na bëjmë nga banorët e xhennetit, ja rabbel alamin. O Allahu ynë, o krijuesi jon, fal na mëkatet, gjunahet, ja rabbel alamin. S'ka kush na fal gjunahet përveç teje. Ja Allah na mundso që të bëjmë punë edhe vepra të mira. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar. Paramendoni në këto ditë të nxehta me shiku dikan rrugës me një akull në dorë. Akull, peman në dorë akullin, nxehtë.
çdo minutë që kalon, çaj akull shkrihet. Pastaj në fund s'jet asgjë në duart e tij, sepse është shkri. Apo sikur ta kishim marrë një shembull me akullorën, akullore apo ice cream, apo ice në gjuhën gjermane, nëse e qel një akullore apo e blen një akullore dhe kështu e mban në dorë, nuk e han akullore. Pas ca minutësh shkrihet në dorën tënde. Nuk jetë e ngrirë, po shkrihet për shkak nxehtit. Të nderuar vëllezër xhamatllin, ai akulli dhe ajo akullore që e morëm si shembull në fillim të hutbës, është jeta jon edhe koha jon. Është jeta dhe koha. Kështu të kalon jeta, përfundon jeta edhe kalon koha jon në këtë dynja. Sikur një akull apo një akullore që njeriu e mban në dorë për shkak nxehtit ajo shkrihet. Njëjtë është kështu edhe jeta jon do të përfundon, edhe koha jon një ditë do të përfundon, edhe një ditë kena me dalë para madhnisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër xhamatllin, Allahu xhalleshanu xhalla xhelaluhu në një sure të shkurtër në Kur'an. Është një sure në Kur'an, është e shkurtë. Me siguri këtë sure dikush për jush e din edhe përmendsh. Zakonisht këtë sure neve ja mësojmë edhe fëmijëve tanë. Është e shkurtë kjo sure, po e ka domethëninë shumë të madhe. Domethënia dhe kuptimi i kësaj sure është shumë e madhe. Edhe pse është e shkurtë. Në këtë sure Allahu subhanahu wa taala betohet në kohë. Allahu po betohet në kohë, që na ka fal neve, njerëzimit ja ka fal kohën, ja ka fal jetën. Cila është kjo sure? Është në pjesën e fundit të Kur'anit. Është në pjesën e fundit të Kur'anit në gjysmë Amma, suratul Asr, surja e kohës. Kështu Allahu subhanahu wa taala e ka emnu këtë sure, surja e kohës, ku Allah në këtë sure betohet në Kur'an. Thot wal asr, pasha kohën. Wal asr, pasha kohën. Innal insana lafi khusr. Vërtet njeriu është në një humbje të sigurt. Vërtet njeriu është në një humbje të sigurt. Illa alladhina amanu, përveç atyre. Illa alladhina amanu, përveç atyre që besuan. Wa amilu salihati, dhe bën punë dhe vepra të mira. Wa tawasaw bil haqqi, dhe e këshilluan njërin tjetrin për vërtet. Wa tawasaw bis sabr, dhe e këshilluan njërin tjetrin për me bë sabër. Dëgjoni tash të nderuar vëllezër xhamatllin. Që kjo sure e shkurt, sikur që tham në fillim, Allahu subhanahu wa taala në këtë sure po betohet për kohën. Apo? Sepse koha është e shtrenjtë. Mos me pas kohë, s'mundesh me arrit kur gjon këtë dynja. Por bereqeti kohës që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, njeriu nëse e shfrytëzon kohën punë dhe vepra të mira dhe në hajër, Allahu i jep. Por dikush nëse e shfrytëzon kohën punë e liga të këqija, domethënë krahasimi është sikur ai akulli në dorë që e mbajtja e njëri më herët edhe ju shkry. Apo sikur një ice cream që e mban në dorë shkrihet. Domethënë nuk përfiton as në këtë dynja, nuk përfiton as në botën tjetër. Allahu po betohet wal asr, pasha kohën, dhe Allahut i takon mu betu në krijesat e vet.
Allahu kur betohet në diçka, mufesirinët e Kur'anit, komentatorët e Kur'anit thuajnë, kur Allahu betohet në diçka, duhet qasaj, në atë çfarë Allahu po betohet, duhet mi dhënë rëndësi, duhet mi kushtu rëndësi. Në këtë rast këtu Allahu po betohet në kohë. Dietarët e Islam gjithashtu kanë thënë, kjo sure tregon se krejt njerëzit janë në humbje. Pra mendoni, krejt njerëzit janë në humbje. Vetëm nëse i plotësojmë 4 kushte në këtë ajetin kuranor. Krejt njerëzit në këtë dynjë janë në humbje. Allahu më na rujt. Krejt janë në lajthitje, krejt janë në humbje. Vetëm nëse i plotësojmë 4 kushte. E cilat janë këto 4 kushte? Janë këtu në këtë ajet kuranor. Fillimisht çka tha Allahu? Wal asr, pasha kohën. Do më thënë, keni kujdes, koha është shumë e rëndësishme. Mos e harxhoni kohën pa lidhje. Kushtoni rëndësi kohës. Nëse harxhoni pa lidhje, keni mu pyet. Nëse e shfrytëzoni kohën në hajër të mirë, keni mu shpërbly. Illa alladhina amanu. Tash këto 4 kushte, krejt njerëzit në humbje. Vetëm nëse i plotësojmë këto 4 kushte në ajetin kuranor, përveç atyre të cilët besuan, kjo është kushti i parë. Kush nuk është në humbje, kush nuk është në dalalet, kush nuk është në humner, kush nuk është në lajthitje, kushti i parë është përveç atyre që besuan. Ata që besuan, kush janë ata? Ata që e falin namazin, ata që japin zekatin, ata që e kanë kuptuar jetën e kësaj dynjaje. Ata e din që një ditë është vdekja, e din që një ditë është ringjallja, e din që një ditë kanë me dalë para Allahut subhanahu wa taala dhe kanë më pyet për punë të vogla dhe për punë të mëdha. Kjo është kushti i parë. Wal asr, pasha kohën. Innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Përveç kushti i parë, përveç atyre që kanë besuar. Domethënë, besimtari nuk humb kurrë. Ai që ka besuar Allahun. Ai e din rëndësinë e kohës. Ai e din halalin dhe i afrohet asaj. Ai e din haramin dhe largohet prej saj. Ai e din urdhën e Zotit që duhet me çon vend. Ai e din që duhet me fal namazin. Dhe kështu të merat. Kjo është kushti i parë. Me besu në Allahun. Besimtarët e vërtet nuk dështojnë. Besimtarët e vërtet nuk janë në humbje. Kushti i dytë është përveç besimit në Allahu azza wa jall, illa alladhina amanu wa amilu salihati. Kushti i dytë është dhe ata bëjnë punë edhe vepra të mira. Bëjnë punë, vepra të mira. Kushti i tretë, wa tawasaw bil haqqi. At-tawasi bil haqq. Ata cilat do më thonë bashkëpunojnë për vërtetën. Do në thotë kontribojnë për familjen e vetë, për hajër dhe për të mirë, fëmijëve të vetë ja mësojnë islamin e dinin, kontribojnë për shtetin e vetë, kontribojnë për rrethin ku janë, kontribojnë punë dhe vepra të mira. Do më thënë e kundërshtojnë të patë drejten, janë kundër padrejtësisë. Edhe e fundit, wa tawasaw bis sabr, edhe e këshillojnë njëri tjetrin për sabër. E këshillojnë njëri tjetrin për sabër, për me bë sabër rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dikush ka probleme, ka telashe, ka siklete, ky tjetri pala tjetër kur e shën vllahun e vet që po ka probleme telashe, e këshillon të bëjë sabër, sa Allahu nuk ka me të humb, Allahu ka me ta dhënë këtë shpërblim edhe në këtë dynjë dhe në botën tjetër. A pëlqen? Krejt njerëzit janë në humbje. Wal asr, Allahu po betohet në kohë. Krejt njerëzit janë në humbur. Wal asr innal insana lafi khusr. Krejt njerëzit janë në humbur përveç këtyre 4 grupeve të njerëzve. Apo për mos me qenë humbur në këtë ajet kuranor apo këtë sure duhet mi plotsu këto 4 kushte. Cilat janë 4 kushte që mos me deviju, mos me humb rrugën e Zotit është më i pari imani. E dyta me bë punë dhe vepra të mira. E treta me bashkëpunu për hajër dhe për të mirë. Edhe e katërta me këshillu njëri tjetrin për hajër edhe për të mirë. A di çka ka thënë Imam Shafiu rahimahullah për këtë suret Kur'anit? Imam Shafiu rahimahullah, dini çka ka thënë? Imam Shafiu rahimahullah ka thënë për këtë sure:
law ma anzala Allahu ala khalqihi hadhihi sura lakafathum. Deri tash që u mundum pak me e spjegu apo me e tefsiru këtë sure, thot Imam Shafiu rahimullah për këtë sure të shkurtër në Kur'an, e cila është në gjysmën e fundit të Kur'anit, suratul Asr, surja e kohës, Allahu ku betohet për kohën, thot Imam Shafiu rahimullah, law ma anzala Allahu ala khalqihi hadhihi sura lakafathum, sikur Allahu mos ta kish zbrit ndonjë sure tjetër në Kur'an, që kjo sure kishte me mjaftua për krijesa. Sikur Allahu mos ta kish zbrit Kur'anin, vetëm këtë sure. Faktikisht Allahu sikur ta kish zbrit Kur'anin, po pi Kur'anit vetëm këtë sure. Pre Kur'anit vetëm këtë sure që lexon para juve, thot Imam Shafiu, kishte me i mjaftu krijesave. 114 sure në Kur'an. Imam Shafiu po do më na thonë që Allahu vetëm këtë sure ta kish zbrit për ummetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte me mjaftu. Pse? Po njeriu është në humbje. Qysh është humbje? Si a din rëndësinë e kohës. Përveç atyre 4 kushteve, përveç atyre që e besojnë Allahun, bëjnë punë të mira, këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetë, edhe 4ta këshillojnë njëri tjetrin për sabër. E thot Imam Shafiu, sikur Allahu mos ta kish zbrit, domethënë ndonjë ajet tjetër apo ndonjë sure tjetër në Kur'an, vetëm këtë sure ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam t'ja kish zbrit, kishte me mjaftu. Unë lexova para juve dhe mundova pak me komentu këtë surën e Kur'anit, suratul Asr, wal Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. E kur shkoni te shtëpia inshallah taala, në gjysmën e fundit çelni këtë sure. Edhe merrni, lexoni edhe në gjuhën shqipe, edhe në gjuhën gjermane, tash është i përkthym Kur'anin në disa gjuhë. Lexoni pak edhe meditoni këtë sure të shkurtër. Meditoni. Wal Asr, pasha kohën. Allahu po betohet në kohë, me pas kujdes, ku pe harxhojmë kohën, ku pe shfrytëzojmë kohën, sepse edhe për kohën kena më pyet Allahu azza wa xal. Koha është kapitali i jetës tonë. Harxhohet koha, harxhohet ymri, s'ka më. Innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Pse është në humbje? Nëse nuk beson. Pse është në humbje? Nëse nuk bën punë dhe vepra të mira në këtë dynjë. Pse është në humbje? Nëse rri me palën tjetër në padrejtësi dhe kundërshton të vërtetën. Pse është në humbje? Sepse nuk këshillon të tjerët për bamirësi ose nuk i këshillon të tjerët për me bë durim në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. E kundërta, njeriu besimtari kur është në humbje nëse bën e beson Allahun, taman hak. Nëse bën punë dhe vepra të mira, nëse domethënë bashkëpunon për hajër dhe për të mirë, nëse këshillon të tjerët për me bë durim në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe një herë për rumbullaksoj Imam Shafiu rahimahullah ka thënë, mos kish pas sure tjetër Allahu me zbrit në Kur'an, vetëm këtë sure t'ja kish zbrit ummetit Muhammed kishte me mjaftuar. Të nderuar vëllezër xhamallin, sikur që tham në fillim të hutbës, njeriu do të pyetet për kohën. Do të pyetet se ku pe shfrytëzon, ku e ka harxhu. E koha është kapitali kryesor i njeriu në këtë dynja. Është kapital, se disa thonë se kapital është kur ki pasuri. Domethënë kur ki pasuri, ki parë, ki lek, ki ekera, ki vetur, ki shtëpia, ki pallate dhe kështu me radhë. Ajo është kapitali i kësaj dynjaje që mbetet në këtë dynja, kurse koha është kapitali më kryesor, sepse mos më don Allahu kohë, mos më don Allahu bereqet në kohë, nuk mundesh me arrit. Nuk mundet njeriu me arrit çka e arrit në këtë dynja. E jeta, koha shumë e rëndësishme dhe është shumë e vlefshme përderisa Allahu betuat edhe në Kur'anin famlar wal Asr, pasha kohën, vërtet njeriu është në humbje, innal insana lafi khusr, përveç atyre domethënë që nuk janë të humbur, kush janë ata të cilët e kanë besuar Allahun, kanë bërë punë dhe vepra të mira, kanë këshillu dhe kanë bashkëpunu për hajër dhe për të mirë, kanë najt kundër të pavërtetës, domethënë e kanë përkrahur të vërtetën dhe janë këshilluar njëri me tjetrin për me bë sabër në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe këta janë të shpëtuarit të nderuar vëllezër xhamatllin. Allahu subhanahu wa taala thot në suratul Hashr, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha
wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Edhe ky është një ajet shumë madhështor në suratul Hashr ajeti 18 ku thot Allahu subhanahu wa taala apo Allahu xhalla xhelalu thirr në emër të besimit ya ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar. Në emër të imanit Allahu po thirr në emër të besimit, o ju të cilët e keni besuar Allahun, o ju të cilët e keni besuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, wattaqullah, keni frikën Allahut. Me njëherë frika ndaj Zotit, se njeriu nëse ka frikën Allahut, çdo se është në rregull. Nëse nuk ka frikën Zotit, bën çka donaj. Wattaqullah, do të thonë fillimisht imani, besimi, mas besimit frika, me rujt besimin. Pastaj çka po thot? Wal tandur nafsun ma qaddamat lighat. Shiko veten tënde se çka ke bërgatit për nesër. Shiko veten tënde. Ai i gatshëm nesër me dal para madhrisë Allahut te Allahu me të pyet për jetën tonë, me të pyet për pasurinë tonë, me të pyet për ibadetin tonë. Ai me të gatshëm që tash më ardh me lashëm me namaz shpirtin, kush është i gatshëm me dal para madhrisë Zotit. Kështu e ka kuptimin ky ajet kuranor. O ju të cilët keni besu, keni frikën Allahut. Më thon unë imanin. Unë imanin ju kom dhonë, Allahu po do të më thënë. Imanin Allahu na ka dhonë. E tash na me rujt imanin, do të me rujt imanin, edhe nëse paksohet imani, do të me rujt imanin, prap do të me shtu imanin, do të mu pendu. Pastaj, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat. Secili për juve le ta shikoj veten e vet se çka ka përgatitur për nesër. Për nesër çka është vdekja? Kena me dal para madhrisë Allahut subhanahu wa taala, edhe do të pyetemi, fa me ya'mal mithqala dharratin khayra yara, wa me ya'mal mithqala dharratin sharra yara. Kush bën punë të mirë sa grimca atomit ka me pa nesër te Allahu, kush bën punë të keqe sa grimca atomit, edhe ato nëse ka me pa te Allahu subhanahu wa taala. Pra po thot Allahu wattaqullah, keni frikën Allahut. Dy herë është përmend frikën këtë ajet kuranor. Në fillim të ajetit edhe në fund të ajetit. Wattaqullah, keni frikën Allahut. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Allahu shumë mirë e din ju çka po veproni. Ha? Allahu shumë mirë e din na çka po veprojmë. Dy herë është përmend frika këtu. Me rujt imanin, më pas shumë frikën Allahut azza wa jall, pastaj mu përgatit edhe për botën tjetër sepse vdekja është shumë afër. Do të rrim të pendum vazhdimisht me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, me lexim Kuranit, me namazin dhe kështu të më radhë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dy nimete që Allah ja ka dhënë njerëzve janë shumë të rëndësishme. Ni'metani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dy nimete Allah ja pas ka dhënë krijesave të vet. Thot pejgamberi alaihi wasallam, janë dy nimete, dy të mira, dy begati që shumica njerëzve nuk ja din rëndësinë këtyne dy nimeteve. Cilat janë ato? E para është as-sihhatu, është shëndeti, edhe dyta është koha e lirë. Shëndeti. Njeriu kur ja din vlerën shëndetit atëherë kur të smuhet. Kur të smuhet është thot, aha bre, sikur të kisha me qenë edhe njeri i fortë. E kena bo këtë punë dhe këtë punë dhe këtë punë. Shëndetin, përderisa njeriu me shëndet është mirë, nuk ja din vlerën shëndetit, por kur të smuhet atëherë ja din vlerën. Edhe koha e lirë. Koha e lirë njeriu e harxhon badjava. E kur nxihet, s'është më i lirë, thot, sikur të kisha me qenë i lirë, e kishna bo këtë punë dhe këtë punë. Për këtë arsye njeriu, që të dy nimete që Allah ja ka dhënë krijesave të vet, ata do më thonë për i shpërdori, nuk pjadin nimetin, nuk pjadin kimetin, e cilat janë këto dy nimete të mëdha, është shëndeti edhe el-faragu, do më thonë koha e lirë. Ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'alu an arba'. Ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, nuk ka me lëviz koma e robit nesër të Allahu azza wa jall, po pyet për 4 gjona. E njëna prej tyre është ka mu pyet për kohën. Njëna prej tyre është ka mu pyet për kohën. Sepse koha është nimet i madh, të nderuar vëllezër, lutim Allahun që Allah të na mundsoj që me e shfrytzuar këtë kohë që kemi në dispozicion, 24 orë, nata, dita, e muaji, e viti, Allah të na mundsoj që ta shfrytëzojmë rrugën Allahut xhaleshanu, jo në mëkate dhe gjunahe. Me një thënie të Imam el-Basrihut, me një thënie të imamit të madh, Imam al-Basri rahimullah përfundoi hutbën, i cili ka thonë, ja ibn Adam, innama anta ayyamun. Thot Imam i madh Hasan al-Basri rahimullah, thot kështu, thot ja ibn Adam, innama anta ayyamun. Thot o biri Ademit, ti nuk je gjë tjetër në këtë dynja vetëm një grumbull ditësh. A beshan?
thot o biri Ademit, që ky hoxha i madh, Hasanul Basri rahimullah, po i drejtohet, domethënë irakianëve në atë vend ku ka jetu, në Basra, në Irak, edhe thënia e tij domethënë thënia e tij na ka marrëhov, edhe domethënë u shpërnda krejt në dynjan. Thot ja ibn Adam, o biri Ademit, innama anta ayyamun, ti po thot në këtë dynjë si e kur gjë, vetëm disa ditë grumbullume. 60-70 vjet njëri jeton këtë dynjë. E sot që po ndëgjojmë 30 vjeçare, 20 vjeçare, 40 vjeçare po ndron jetë. Përpara njerëzit kanë jetuar më gjatë, më shumë, deri 90 vjet, deri në 100 vjet. Sot më koha e fundit, më thënë po ndëgjojmë njerëz, po ndëgjojmë vdekje me mosha të re. 20 vjeçar, 30 vjeçar, prej smujeve, domethënë kancerit, apo prej smujeve të ndryshme, jemi mësuar me i pa njerëzit, domethënë apo vdekje me mosha të ri, na u ka bu më e pranueshme kjo. Kurse përpara, kur ka ndru jetë një moshatar i ri, një vajzë apo një djalë i ri, jemi çudit, kemi thonë shumë i ri, kurse tash është u bë gjë normale. Kurse të në preshinjave të kiametit, ka thënë pejgamberi alayhis salam, do të vjen një kohë dhe një zaman, domethënë që do të shkurtohet ymri i njerëzve. Apo ka thënë pejgamberi alayhis salam, kanë me vdekur shumë të rinj. Do të vjen një kohë, një zaman, domethënë do të shtohet vdekja e të rinjve, dhe kjo është realitet. Për këtë arsye Hasanul Basri rahimullah ka thonë, ja ibn Adam, innama anta ayyamun, o biri Ademit, ti në këtë dynjë si kur gjë, vetëm një grumbull ditësh. Gjej ditët tuaja. Sa të kanë kalu, edhe sa të kanë mbet, për me të mbet na nuk e dim se kur e kena vdekjen, po çto ditë, çto netët, çto muaj, çto vitet janë krejt jeta jon. Pastaj çka po thot? Idha dhahaba kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Çdo herë ku të kalon ti një ditë pjetës tënde, ajo nuk kthehet më, s'kthehet. Ajo kalon, po të afrohet edhe e gjeli. Po të afrohet edhe e gjeli, lutim Allahun subhanahu wa taala që Allah më na dhon bereqet në ymër, më na dhon bereqet në jetën tonë, më na dhon bereqet në kohën tonë, neve dhe juve dhe muslimanëve, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala këto ditë dhe këto net të cilat po jetojnë nesër para marrëdhënies Allahut azza wa jall me çet argument për neve, jo argument kundra neve. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salah.